Këtu është horoskopi e enjte 6 nëntor 2025 për ju. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Është një ditë për të mbajtur nën kontroll sepse mund të ketë disa pasoja, dyshime ose konflikte nëse nuk jeni në gjendje të bëni atë që dëshironi. Demi. Nëse keni një biznes punonjësisht dhe po kërkoni përmirësim, atëherë tani është koha për të kërkuar aleanca produktive. Këto ditë ju doni të jetoni përvoja të reja, edhe ato intensive. Binjaket. Nëse një dashuri ka lindur muajin e kaluar ose keni përjetuar një shpërqendrim, tani idetë tuaja janë më të qarta, arsyetimi mbizotëron mbi instinktin. Përdoreni këtë ditë për t'u distancuar nga situatat provokuese. Ndryshimi i strategjisë për ta bërë një projekt më të mirë. Gaforja. Dita më duket më e këndshme sidomos për ata që kanë mundësi të lëshohen pak. Po vinë ndryshime që do t'i pranoni me dëshirë me karakterin tuaj të aftë për të ndjekur kthesa inteligjente. Luani. Është koha e duhur për ta bërë veten të admiruar. Duke u shfaqur përreth, duhet të vini re nëse njerëzit ju shikojnë më nga afër, ju bëheni sërish protagonist. Virgjeresha. Nëse duhet të bëni një deklarat, ndoshta të ndiqni një nevojë të veçantë tuajën, lëvizni sepse këto janë ditët më të mira për të ecur përpara. Ndikime të shkëlqyera në familje, në të cilat do të mund të gjeni paqe dhe harmoni. Peshorja. Ju duhet të riktheheni në lojë, gjë që shqetëson, por në të njëjtën kohë elektrizon. Jepni më shumë hapësirë ideve tuaja. Përmirësoni dashurinë edhe nëse gjithmonë dukeni shumë kritik. Akrepi. Është një horoskop i mirë sot, vetëm pak tension. Mundësi të reja për të rinjt dhe për ata që përballen me një provë. Shigjetari. Një polemik e vogël nuk dëmton kurrë, por sot do të jetë e vështirë të shohë të qetë, ti kushtosh vëmendje marrëdhënieve familjare. Problemi nuk është ju, por njerëzit që përpiqeni të bllokoni projektet tuaja. Kur vendosni diçka në kokën tuaj, është e vështirë të ndryshoni mendje. Bricjapi. Sinjale të mira nga pikpamja e dashurisë. Në punë krijimtaria fiton. Ujori. Punët dhe mundësit për të rinjt shpesh janë me kohë të pjesshme, por nuk ka nevojë të dekurajoheni, pasi situatat e vogla mund të çojnë në mundësi të mëdha, dashuria por i më këmbet. Peshqit. Ju do të jeni në gjendje të kapërceni një gjendje të mundshme të tensionit. Këshillohet të shmangni ndryshimet drastike, keni kujdes të mos bëni gabime, sigurohuni që gjithçka të jetë në rregull përpara se të lidhni një marrëveshje. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftime. Ditën e mirë.